Një nga pikat e rëndësishme që ne kemi pa gjithë kësaj kohë, ose gjithë këtyre viteve, është që në shumicën e klubeve nuk ka staf mjaftueshëm për të mirëmbajtjen e fushave. Në shumë inspektime që kemi bërë në këto kohë të fundit, kemi parë që fushat nuk mirëmbahen fare, përdesa te ky bashkëinvestim që do bëjmë federata bashkë me klubet, pika më e rëndësishme kësaj është zbatimi pastaj. Federata ka ndërmarrë këtë projekt që fillon nëpërmjet këtij seminari, të cilit i kushtojmë rëndësi të madhe mirëmbajtjes së fushave, qoftë fushave të lojës, qoftë fushave të stërvitjes. Ky seminar do t'i ndihmojë punonjësit që mirëmbajnë fushat për të marrë teknikat e përparuara që zbatohen në Turqi dhe në vende të tjera të botës. Federata do t'i ndihmojë klubet nëpërmjet furnizimit në farbari, në pesticide, plera kimike, si dhe me një pjesë të makinerive më të domosdoshme. Ne do të vëmë dhe bonus për të ketë mirëmbajtësi më i mirë e një periudhe të caktuar, të sensibilizojmë edhe klubet, edhe punonjësit e mirëmbajtjes në mënyrë që ne të kemi kushte sa më optimale për zhvillimin e ndeshjeve në mënyrë që të rrisim dhe cilësinë sportive të kampionatit.